Një plan i BIA-s për të ndërhyrë në zgjedhjet e Kosovës materiale top sekret, një dokument konfidencial i NATO-s dhe komunikime të drejtë për drejta me zyrtarin e shërbimit serb Bojan Dimić janë disa nga elementet më të forta që prokuroria speciale i ka futur në akt akuzë ndaj Fatmir Shehollit, të akuzuar për spionazh dhe shantazh. Sipas prokurorisë, dosjes prej 80 faqesh, Sheholli nuk ishte vetëm përcjellës informacioni, por zbatoi detyra konkrete të zyrtarit të BIA-s Bojan Dimić, pak ditë para zgjedhjeve lokale, me synim kompromentimin e zyrtarëve të Kosovës dhe ndikimin në zgjedhjet lokale të 12 tetorit 2025. Sipas këtij akuzës, plani përfshinte marrjen e materialeve komprometuese, dërgimin e tyre te Milaj Mzeka dhe publikimin në parrotlla në një kohë të caktuar në mënyrë që ato të ndikonin në rezultatin zgjedhor. Prokuroria thot se pikërisht më 30 shtator publikohet paralajmërimi në parrotlla dhe më pas audioja e parë. Në akt akuzë del se materiali është paguar dhe shuma përmendet në dëshmi. Sipas akt akuzës, Sheholli i ka dorëzuar Zekës materialet dhe 1.000 euro. Prokuroria thot gjithashtu se Sheholli ka konfirmuar se materialet ishin të lidhura me presionin ndaj Nenad Rashiqit. Në telefonin e Fatmir Shehollit, sipas këtij akuzës, janë gjetur komunikime të shumta me personin që prokuroria e identifikon si Bojan Dimić, drejtori i drejtorisë kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar ndërkombëtar në kuadër të BIA-s. Komunikimet sipas këtij akuzës janë zhvilluar përmes disa aplikacioneve të komunikimit. Një element që prokuroria e veçon është mënyra se si numri i Dimićit ishte ruajtur në telefonin e Shehollit. I njëjti numër sipas këtij akuzës figuron me emra të ndryshëm: Gizi, gazetari, Bojan, Bibi, Bini, Boki dhe lista sërbe. Sipas analizës së të dhënave të telefonit, prokuroria ka identifikuar 22 thirrje me kontaktin e ruajtur si Gizi, të realizuara në periudhën nga 18 shtatori deri më 2 tetor 2025. Por sipas këtij akuzës, dyshimet ndaj të pandehurit lidhen edhe me të kaluarën e tij. Prokuroria pretendon se gjatë periudhës së konfliktit në Kosovë, por edhe më herët, ai ka qenë pjesë e strukturave të atëhershme të sigurimit jugosllav. Përmendet edhe veprimtaria e tij në radio-televizionin e Prishtinës, të administruar nga regjimi serb e më pas në televizionin ASTV. Akta akuza përmend gjithashtu intervista dhe paraqitje publike të tij nga Beogradi, ku ai kishte kritikuar UÇK, NATO-n dhe politikën e Shteteve të Bashkuara, duke pretenduar se UÇK-ja ishte krijuar dhe mbështetur nga shërbimet amerikane. Në vitin 2023, prokuroria e lidh të pandehurin edhe me kriminalin Milan Radojčić. Në emisionin Kojshia Show, Sheholli kishte zhvilluar një bisedë telefonike me Radojčićin dhe sipas prokurorisë kishte promovuar narrativa në mbështetje të interesave të tij. Prokuroria përmend gjithashtu dokumente me shënimin top sekret 2, të cilat sipas saj lidhen me plane që synonin destabilizimin. Në dosje përmendet edhe një dokument i RDB-s serbe nga viti 2001 me Novken Leptiri, që sipas prokurorisë lidhet me përpjekjet për kompromentimin e Albin Kurtit gjatë kohës kur ai ishte në burg në Nish. Akt akuza përmend edhe transaksione financiare që sipas prokurorisë janë evidentuar në llogarinë bankare të Shehollit. Në një dokument të gjetur në mesin e shumë dëshmive të tjera të Fatmir Shehollit që është përfshirë në dosjen e akt akuzës, prokuroria thot se bëhet fjalë për një plan veprime që synon destabilizimin e Kosovës dhe krijimin e perceptimit të saj si shtet i radikalizuar dhe ekstremist. Në përkthimin e dokumentit shkruan se udhëheqësit e bashkive islame të Serbisë, Maqedonisë, Bosnjës dhe Kosovës janë nën kontrollin e BIA-s. Përveç akuzës për spionazh, prokuroria e akuzon Shehollin edhe për shantazh. Sipas këtij akuzës, nga viti 2022 deri në dhjetor të vitit 2025, ai dyshohet se ka shantazhuar biznesmenin Arben Jetullahu, duke e kërcënuar me publikimin e video incizimeve dhe materialeve që sipas pretendimit të prokurorisë mund t'i dëmtonin reputacionin. Prokuroria pretendon se përmes këtyre kërcënimeve Sheholli e kishte detyruar të dëmtuarin të jepte mbi 13.000 euro. Në akt akuzë thuhet se kërkesat e tij për para kanë vazhduar edhe gjatë kohës kur Sheholli ishte në paraburgim në Gjilan. Në akt akuzën e dorëzuar në gjykatën themelore në Prishtinë, prokuroria speciale kërkon që Fatmir Sheholli të shpallet fajtor për veprat penale për të cilat akuzohet. Prokuroria gjithashtu ka kërkuar vazhdimin e masës së paraburgimit ndaj tij si dhe konfiskimin e mjeteve monetare dhe pasurisë së sekuestruar në përputhje me kërkesat e paraqitura në akt akuzë.